Mbrëmë shqiptar ç'a bëhet? Ju ka shkuar herë me pyet vetëm pse është alkooli i ligjshëm kurse ka ca barne që janë të paligjshme? Ka ca barne të paligjshme, kuptoni vetë ju pse. Si për shembull bari. Çka kishte qef më bon sot ishte krahasim mes qenurit haj dhe qenurit tap. Pyetja e parë, nga mendoni ju se vjen fjala haj? Ju ka shkuar mendja dini anglisht? Fjalën haj e kanë shpik amerikanët gjatë asaj periudhës që ju kam thonë që gjithë provuan DMT. Gjithë. Ajo çan dieni se mund ta përshkruani ishte një higher sense of consciousness. Pra një nivel konscience më i lartë se zakonisht, një nivel përqendrimi. AKA se mund ta përkthejmë ndryshe substanca që ta ngrejnë nivelin e energjisë më lart në çakra. Gjitha substancat që ngrejnë nivelin e konsciencës do bëjnë haj. Shkaktojnë që ty të bëjnë funksionet manuale automatike. Ti je më i përqendruar në tru nga kjo se zakonisht. Pse duhet japësh biçikletës me të njëjtin përqendrim që jep zakonisht? Pra funksionet që janë më shumë manuale duhet ta kesh menin të kthehen në funksione automatike, ngritje nivelit të çakrave. Nëse doni një shpjegim shkencor që ekzistojnë çakrat, ju ajo po deshet. Pra këtë gjë bën, mund ta kërkoni po deshet. Merr konsiderat dhe fakti që kanë mijë vjeçar që e përdorin shumë kultura nga gjithë anët e botës si zgjidhja e gjithë smundjeve. Po nejse, merr pastaj konsiderat dhe fakti që nuk është se po e konsumon me vërtet, ti po e djeg dhe po i merr erë. A mendoni se ka impakt njësoj të trupi juaj diçka që e ha dhe e çon bark me diçka që i merr erë kur digjet? Merrni konsiderat dhe i gjot funit. Para se të kalojmë ke tjetra, ti bëjmë dis alkoolit. Trupi jot, edhe nëse se ke provuar një herë barne, s'ke lumen me provuar një herë prap ka THC receptor. Ka miliona të tillë, mund ta kërkoni, kryesisht në tru dhe në shtyllë kurrizore, te çakrat. Mund ta kërkoni si ti si receptors in the body. Ti ke lidh me miliona të tilla, ti ke lidh me provu, edhe nëse se ke provuar akoma. Ka shumë faktorë pastaj që e bëjnë paligjshme, mund ta kuptoni vetë besoj. E para herë, ti nuk supozohet përdorosh diçka që është mirë për ty dhe të bën të mendosh jashtë kutisë. E para herë se shkresorja. E dyta funksionon shumë mirë si antidepresant, mund ta kërkoni prapë pas mbesut. Funksionon shumë mirë si antidepresant, është përdorur për mijë vjeçar. Nëse bëjmë të ligjshme këtë gjë do ditë komplet jashtë lojë një industri shumë e madhe, antidepresantët. Mos gaboj diku te 17 bilion dollar vetëm vetëm në Amerikë. E treta, nëse është e ligjshme, nuk e si takson njerëzve. Do kishte shumë vete që e mbjellin baçet vetëm në mënyrë të ligjshme dhe çmimi do kishte shumë të ulët, do kishte 100 lekë grami. Është thjesht bar që e mbjell aty dhe rrit toka vet me ujë dhe me diell, njësoj si lule lakra. Gjithë kosti, gjithë vlera i vjen nga fakti që është e paligjshme. Nuk e si takson njerëzve nëse është e ligjshme, se do ishte 100 lekë. Këtë gjë e keni të paligjshme përgjithmonë. Po ironikisht, kur ti mosh 18 vjeç dhe mund të marrësh patente, ti japësh makinës, ti mund të blesh dhe alkool. Alkooli është shumë i pasugjerueshëm nëse do me dho makinës. Por të dyja bën unlock kur bësh 18 vjeç. U rritë me sa duket. Para muaj që ishe 17 vjeç e 11 muaj ishe i parrit. Çfarë bën alkooli tru? Ju bën pothuajse ta nasjelltën efektit hajt, ju bën tap. Kur ti je tap, se ke pi shumë alkool, funksionet e tuaja automatike bëhen manuale. Se për shembull ekuilibri, ti japim logjik. Tash që nuk e tap, ke probleme net në kom, nuk besoj, jo mund të rish në kom drejt normalisht. Pra ky është funksion automatik, ti nuk mendon për ta bësh si frymëmarrja. Atë pse kur je tap nuk ecën drejt, ecën me lëvizje gjarë për rushe. Pse nuk rrit drejt? Pse rrit si pikë pyetje? Sepse prap mund ta kërkoni këtë podesh. Alkooli është diçka që ta ul nivelin e fokusimit të energjisë në çakra. Pra është diçka që bën sens të japësh dikujt që është i mërzit se nuk ka ç'a bën, jo dikujt që është i mërzit se ka halle. Nëse ti ke halle e stresit, ti ke që tash nivelin e fokusimit të energjisë të ulët. Gjëja e fundit që duhet bësh është pish alkool. Po alkoolin e ke të ligjshëm, mund ta blesh në çdo bar, ndërsa barin e ke të paligjshëm, nuk mund ta blesh në çdo bar, megjithëse është zgjidhja e problemit. Votoni mua për kryeministër, s'ju bëj unë të ligjshme. Hajt natën.